Allahu i madhreshëm sa i përket kësaj anës hyjnore, pra profetëve, librave të shenjta dhe gjitha sinjaleve tjera, cilat domethënë e synojnë njeriu në këtë rast, në Kur'an thot, ne kemi dërguar të dërguarit ton, pejgamberët ton, me fakte, me qartësi, me mrekulli, siç i themi ne, dhe me ta kemi zbritur libra të shenjta. Të gjitha këto, domethënë synojnë me mësu njeriu, domethënë me organizu jetën këtë botë, edhe gjithmonë mos me harru lidhjen me Zotin e gjithësisë, pra me met i udhëzuar, me met në orientim, me met në kahje të duhur, me met i ndërlidhur ngusht me burimin e ekzistencës që është Zoti i gjithësisë. Që kjo është pjesa hyjnore, domethënë udhëzimi ka dy anë, ka pjesën qellore prej Zotit, librat e shenjta, pejgamberët dhe shumë sinjale tjera që kemi nevojë me lexu vazhdimisht, dhe ajo që bëron prej njeriu në këtë rast, ose ajo që gjendet te njeriu, që në një farë forme Zoti i flet asaj, dhe ajo ka të bëjë me natyrshmërinë e pastërt të njeriu dhe me mendjen e njeriu. Domethënë, njeriu i posedon dy elemente, të cilat i ndihmojnë atij me i lexu shenjat e Zotit, ose me lexu hidajetin, udhëzimin e Zotit. Në rand parë është natyrshmëria e tij e pastërt, dhe e dyta mendja e tij, fuqia e mendjes. Mohimi i fesë bjen ndesh me natyrshmërinë që e ka kriju Zoti. Mos e harroni, se feja nuk zhduket asnjëherë deri në ditën e fundit, sepse njeriu ka natyrshmëri me pranu fenë. Mohimi i fesë është mohim i natyrshmërisë, i një elementi thelbësor të natyrshmërisë e njeriu. Ndërkaq, devijimi i udhëzimit, keqpërdorimi i udhëzimit, manipulimi me udhëzimin e Zotit bjen ndesh me mendjen. Pra, devijimi i feve bjen ndesh me mendjen, ndërkaq refuzimi i udhëzimit bjen ndesh me natyrën njerëzore. Sa herë të shohim devijim fetar, kemi bojnë me devijim në logjikën e shnosh, dhe sa herë shohim refuzim të fesë në kuptimin e plot, atëherë shohim një farë refuzimi të natyrshmërisë së pastër njerëzore. Pra, Allahu i madhreshëm i ka vendosur te njeriu dy mekanizma nëpërmjet cilëve ai i drejtohet njeriu. Allahu i madhreshëm, kur i flet njeriu, kur e orienton njeriu, kur e drejton njeriu, e drejton nëpërmjet natyrshmërisë së tij që e ka të lindur, dhe nëpërmjet mendjes së tij që ka aftësi me i kuptu shpalljet dhe fjalët e Zotit.